700 shkencëtar nga 17 vende të botës janë mbledhur në Kinë për të studiuar misterin e neutrinëve. Ndiqeni me vëmendje sepse është vërtet për ta diskutuar. E kisha bërë një video para disa kohësh, bile kemi folur edhe në emisionin Enigma, për misterin e neutrinëve. Çfarë janë neutrinet? Janë disa grimca të vogla që nuk janë të ngarkuara me energji. Dhe janë grimcat më misterioze, ose klasifikohen grimcat më misterioze të materjes. Ndiqeni me vëmendje edhe pse duket pak kompleks, bile do t'ju them, mu deshën vite, jo muaj, por vite që të kuptoja materjen, të kuptoja pak nga fizika. Nuk jam fizikant, nuk jam shkencëtar, por në qoftë se unë do të diskutoja për këto argumenta, të paktën edhe në emisionin Enigma, por edhe më vonë, edhe tani në këto video tona, unë isha i detyruar që të mësoja. Dhe ky ka qenë një nga ato argumenta që sinqerisht më ka bërë me dhimbje koke, sepse fillimisht isha shumë larg nga kjo. Dhe kur kam folur edhe me mikun ton, profesorin njëkohësisht edhe fizikantin dhe shkencëtarin Matteo Martini, më ndriçoi, le të themi, pak më shumë për sa i përket neutrinëve. Çfarë janë neutrinet? Tani do t'ju lutesha të më ndiqni me vëmendje, unë do të mundem që ta thjeshtëzoj, siç ju thash, dhe sepse ashtu siç nuk e kuptoja unë në fillim, është e vështirë që të kuptohet, por do t'ju lutesha që të më ndiqni me kujdes, sepse është mirë që ne të jemi të informuar, siç e kemi thënë gjithmonë, dia është pushtet. Dhe ky argument që është hapur tani kohët e fundit pra të këtyre shkencëtarëve që kanë shkuar në Kinë për të zbuluar misterin e neutrinëve, më vjen për të qeshur, dhe do t'ju them se përse. Normal që shkenca mundohet që të eci përpara, të zhvilloj, të evoluoj dhe të gjejmë mënyra sa më të mëdha, me fjalë, për ta bërë jetën tonë sa më të mirë, sa më perfekte. Por e përsëris edhe një herë, për mua kjo është çmenduri. Kjo që po kërkojnë tani, dhe do t'ju them se përse. Atëre, pikë së pari një, çfarë janë neutrinet? Neutrinet janë grimcat më të vogla të zbuluara deri tani. Dhe siç ju thash, janë grimca që nuk janë të ngarkuara me energji dhe është tepër e vështirë me fjalë që të studiohen. Kur u zbuluan për herë të parë në CERN në vitin 2011, një nga historitë që më ka mbetur në kujtes ka qenë pikërisht kjo e neutrineve, kur profesori Matteo Martini, që punonte në atë kohë, tani punon në laboratorin e fizikës këtu në Itali, të atë nacionalin, shtetrorin, por atëre punonte edhe në CERN. Dhe teksa po bënin teste të kësaj materie të re, pra këtyre grimcave të reja, që nuk e dinin, nuk i kishin vënë ende emrin, ata shkuan në Gran Sasso, pra në Itali, në një distancë, që ishte një distancë kilometrike e madhe, por që të prisnin në momenti që do lëshoheshin neutrinet nga CERN-i, pra për të bërë një test se kur do të arrinin, si do të arrinin shpejtësinë e tyre etj. Dhe misteri i parë ishte që kur ata mbritën aty, neutrinet kishin arritur. Pra sa po shkuan në laborator, pra në Gran Sasso, u nisën nga CERN-i, shkuan në Gran Sasso, u qetësuan, pinë kafe etj, dhe kur shkuan aty brenda kishin ardhur neutrinet, sepse janë disa provza të vogla që ata bëjnë disa teste. Tani, çfarë kishte ndodhur? Sepse këtë e kemi thënë disa herë dhe disa njerëz e marrin me të qeshur, ka edhe disa profesorë që kujtojnë se këto janë pallavra, ose nuk e di pse, por duke patur një diplomë, u duket sikur din gjithçka dhe u duket që sikur këto janë vetëm shpikje, por unë nuk shpika asgjë. Dhe pse po e them këtë? Sepse nga momenti që ata zbuluan këtë, u vulos çdo gjë dhe u bllokua, si mund të quhet, si mund ta thuash. Me një fjalë, mbetën pa fjalë. Shkencëtarët, qoftë CERN, por edhe në Itali, edhe mbar bota, mbetën pa fjalë sepse ishte diçka që e tejkalonte logjikën njerëzore, madje edhe testet. Si është e mundur që neutrinet, përpara se ne t'i lëshojmë, thanë ata, nga CERN-i, të kenë shkuar në Gran Sasso? Pikërisht pra, sepse atë dëshironin ata, pra dëshironin që nga aty të shkonin atje, dhe ato e bën me vetdije. E dini se çfarë do thotë kjo? Do thotë që shkuan me vetdije sepse ti e kërkon që të bësh këtë. Dhe tjetra, që ishte akoma më e rëndësishme,
kur bën një test tjetër, pas në vitin 2023, e gjeni dhe këtë, i gjeni që të gjitha këtë që po ju them tani, po ju them përse, se në fund do t'ju them pse përse, po flasim për këtë. Në vitin 2023, neutrinet u shkëputën pra nga Gran Sasso dhe kanë ikur me një shpejtësi që e kanë tejkaluar shpejtësinë e dritës, madje është e pa llogaritur, pra nuk mund të llogaritet shpejtësia. Ç'do të thotë kjo? Pra ata thanë që do t'i dërgojmë dhe ato kishin shkuar. Pra ky ishte testi, e kanë bërë me 10 teste, por testi i dytë i dokumentuar. Dhe të gjithë tani, sot e kësaj dite, vazhdojnë ende të thonë që jo, këto janë, është absurde që ende sot ne mundohemi që të zbulojmë misterin e neutrinëve. Tani, çfarë janë neutrinet po ta marrim në bazë të materjes? Është pjesa dërmuese e materjes. Ne na përshkojnë me miliarda neutrine trupin tonë, madje edhe universin. Bile, sipas disa shkencëtarëve, neutrinet mund të gjenden në të njëjtin moment në çdo vend të universit. Pra mund të gjenden në trurin ton, mund të gjenden në trurin e dikujt tjetër, në trurin tuaj, në trupin tuaj, në një vend, për shembull në Shqipëri, në Amerikë apo në tërë botën, brenda në ujë, në oqeane, apo në diell apo në përcepa të universit, në të njëjtën kohë. Ç'do të thotë kjo? Me pak fjalë, atë që dua të them tani, sepse ky është thelbi i bisedës, është që për mendimin tim, kjo është prova e ekzistencës së një krijuesi. Pse them që është prova e ekzistencës të një krijuesi? Sepse nuk ka të kaluar, të tashme dhe nuk ka. Me fjalë, e kaluar, e tashme dhe ardhmja janë një. Nëse ti flet për neutrinet, këtë bëj neutrinet. Pra, është e kaluara, e tashmja dhe ardhmja. Nuk ka shpejtësi, sepse shpejtësia nuk ekziston. Pra, mund të shkoj ku të doj, ky është gabimi që kanë bërë për mendimin tim, ndoshta unë kam gabim, por unë them që ky është gabimi që mendoj unë që e kanë bërë shkencëtarët, sepse mendojnë që ashtu siç lëvizim ne, duhet të lëvizin dhe neutrinet. Jo. Pra, për mendimin tim, janë aty. Pra, mund të gjenden. Ekzistenca e tyre është kudo, gjithkund. Pra, qoftë ekzistenca, qoftë lëvizja, ti në qoftë se mendon që duhet të gjendet diku, pra në një vend apo në një tjetër, neutrinet shkojnë, pra janë aty. Sepse, siç ju thash, nuk ka nevojë që të lëviz, është atje. Pra është si një trup i një njeriu. Nuk mund të thotë për shembull veshka apo zemra që shiko, nuk ka nadir. Nuk mund të thot. Sepse jam unë, i gjithi trupi i shtimi. Nuk mund të thot. Pra, e njëjta gjë është edhe neutrini. Pra, për mendimin tim është vetë krijuesi, vetë gjithësia. Është normal një pjesë e tij, sepse kjo është një pjesë e materjes të fushës magnetike. Dhe është çmenduri e përsërisë edhe një herë që sot ne janë shpenzuar miliarda dhe po shpenzojnë akoma. Tani sa po kanë filluar, ndaj u thash se është një lajm i ri që 700 nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës, nga 17 vende të botës shkojnë pas neutrineve për të zbuluar misterin e neutrineve. Ku unë them që neutrini është ekzistenca e vetë krijimit, pra e një trupi që është universi ose krijuesi ose Zot ose thuajeni si të doni. Ky është mendimi im, tani unë do të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë, dhe sa i brisht ose sa i madh është njeriu, nëse është i madh ose nëse është i brisht në krahasim me krijuesin, ose me materjen, ose me gjithësinë. Ne çdo gjë që kemi marrë nga gjithësia. Pra edhe inteligjencën, lëvizjen, fjalët, çdo gjë e kemi marrë nga krijimi, pra nga ata neutrine. Dhe nga ajo materje që ne na duket sikur e kemi zbuluar, por është dhe do të mbetet një mister. Ne jemi një grimc e vogël e këtij misteri të pafund. Kështu që është e kotë që ne të përpëlitemi, duke menduar se mund të zbulojmë kush e di se çfarë, por një pjesës e vogël të asaj mendje të madhe ne e përdorim çdo ditë dhe nuk mund të shkojmë më tej, sepse mund të ndodhin probleme që ne nuk mund t'i zgjidhim dot kurrë. Pres komentet tuaja, dhe si gjithmonë kush është rastësisht dhe nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish. Hajde, kalofshi ditë mbar.